30 minuta më herët, simpatizantët e vetëvendosjes ishin gati për tubimin elektoral që u organizua në buletin të Zveçanit. Ata bën vend në njërin prej klasave të shkollës Isa Boletini e kandidati për kryetar të komunës Feta Peci e priste jashtë kryetarin e partisë. Bashkë me të në pritje të Albin Kurtit doli edhe kandidati për kryetar të komunës Fqinje Mitrovicës së Jugut, Faton Peci. Kandidati që synon ta fitojë garën në Zveçan la anash modestin dhe tha që është orator. Besojmë ka oratoria nuk jam shumë i dobët duket, po nina shumë emocionum pranë do luajve si jam pa paralel. Edhe kam me Albinin që kemi. Peci përmendi disa nga problemet që ka komuna e disa nga investimet që synon t'i realizoj po që se vihet në krye të saj. Sa i përket aspektet të bujqësisë, të ne toka edhe në ministri nuk është pjellore, pra toka bujqësisë është fjalla mirë, po këshim ujtë me rendimente pra pëmtarisë, mandet vreshtarisë, po ashtu edhe lektorisë, në 70-shpestarisë deri dikun, me kultivun këto fshatra. Para të pranishmëve, a i prezentoi kandidatët për asamble që me përjashtim të njërit, të gjithë të tjerët kanë mbiemrin Peci. Po na kritikojnë, po s'kem çka bojmë që jem kallavllak na Peci. Po na thojnë keni lëvizur Peci erdha Albini. Më konkret në premtimet për banorët e Zveçanit ishte Kurti. Ne do të sigurojmë që në Zveçan të ketë shkolla më të mira, investime në infrastrukturë, mbështetje për bujqësinë, kujdes shëndetësor dhe mundësi për drejtë. Këtu nuk do të ketë më kur qytetar të dorës dytë. Por krahas votës për kandidatin e Zveçanit, Kurti e kërkoi votën edhe për atë të Mitrovicës së Jugut. E di që ka shumë njerëz nga Zveçani, qytetar të Zveçanit, që nuk janë banor në Zveçan. Mund të ketë prej tyre që janë banor e votues në jug të Mitrovicës. Dhe ju thoni gjithë atyre që jo ma pak e rëndësishme se për ta votu Feta Pecin, është për ta votuar në jug të Mitrovicës Faton Peci. E në fjalën e tij, kandidati për Mitrovicën e Jugut dha një premtim edhe për Zveçanin. Shroj nevojën që ju të keni një transport publik. Unë edhe pse jam kandidat në një komunë tjetër në Mitrovicën e Jugut, në kuadër të programit tim, njëna prej pikave që adreson këtë çështje është çështja e një ndërmarrje publike, urbane dhe ndërurbane. Pos premtimit nga buletini e dha edhe një lavdat për Albin Kurtin. Ata që në vitin 1903 kushëririn Isa Boletini nisi, sukses shumë Albin Kurti si kryeministër i partisë. 9 ditë para zgjedhjeve të tetorit, kandidatët e vetëvendosjes kanë zhvilluar fushat edhe në komunat e tjera.